Kjo nuk kishte ndodhur kur më parë në futboll. David Beckham erdhi në Miami pa stadium, pa tifoz dhe pa ekip. Pastaj arriti të siguronte 131 hektar për 99 vite. Shumë njerëz e quajtën dhurat të padrejtë. Por ja çfarë përfitoi qyteti? Stadium të ri me 26.700 ulse, zhvillim prej 1.3 milion dollarësh, asnjë cent nga parat publike, 1 milion metra katror hapësirë tregtare dhe zyra, hotel me 750 dhoma, 58 hektar park publik, 15.000 vende pune, 42.7 milion dollar të ardhura nga taksat çdo vit. Madje një pjesë e stadiumit mban emrin e Messit, lojtari më i mirë në histori duke luajtur në stadiumin e tij. Ky nuk është thjesht një stadium, është një qytet brenda qytetit, i ndërtuar aty ku dikur ishte një fushë golfi komunale. Stadiumi tashmë është i hapur dhe gjithçka përreth tashmë po ndërtohet. Derisa shumë njerëz ende debatojnë nëse ishte marrëveshje e mirë për Miamin, investitorët e zgjuar tashmë kanë hyrë në lojë.